Përshëndetje, mirëmëngjes, hiri dhe paqja nga Zoti ynë dhe Shpëtimtari Jezu Krishti. Sot, i frymëzuar thellësisht nga Shpirti i Shenjtë, dal publikisht përpara jush përmes këtij programit veçantë televiziv për të biseduar hapur me ju rreth një prej temave më jetike dhe më të rëndësishme të besimit tonë. Një temë thelbësore që përfshin tërësisht jetën tonë, familjen tonë të dashur, të tashmen tonë të përbashkët dhe të ardhmen tonë të përjetshme. Besari më i madh që na ka vënë Zoti është familja. Dhe duhet ta dish se një familje pa Zotin është një familje pa strukturë. Le të bisedojmë pak. Unë jam apostulli Michelangelo nga kisha ungjillore Krishti jeton. Sot, kam një fjalë jashtëzakonisht urgjente dhe serioze për ty dhe për shtëpinë tënde. Beso se ajo që do të them sot vjen nga zemra e Zotit për jetën tënde. Ka një pjesë biblike që e dua me pasion, e cila flet për themelet e jetës. Kur lexon për themelet, mund të mendosh për jetën, për familjen, për biznesin, për ndërmarrjet. Themele, ndërtim, themele. Zoti Jezus Krisht tha te Mateu 7, kushdo pra që dëgjon fjalët e mia dhe i zbaton ato, pra nuk është vetëm të dëgjosh. Njohuri empirike, por është zbatimi i fjalës, është të jetosh fjalën, është ta përjetosh fjalën. Thuhet se ai krahasohet me një njeri të mençur, me maturi, të urtë, që ndërtoi shtëpinë e tij mbi shkëmb. Rashiu u fryn lumenjt, fryn erat dhe u përplasën me forcë kundër asaj shtëpie, që nuk u rrëzua sepse ishte ndërtuar mbi shkëmb. Por ai që i dëgjon këto fjalë të mia dhe nuk i zbaton, do të krahasohet me një njeri të pamend që ndërtoi shtëpinë e tij mbi rër. Rashiu u fryn lumenjt, erat erdhën me forcë kundër asaj shtëpie. Dhe ajo u shemb dhe rënimi ishte i madh. Pra, ne jemi përballë një mesazhi dhe një mësimi që sot mund të transformojë jetën tënde, shtëpinë tënde, familjen tënde. Sepse në këtë botë ekzistojnë faktikisht dy lloje njerëzish. Ata të cilët e ndërtojnë dhe formosojnë jetën e tyre në një mënyrë të mençur dhe me një maturi të jashtëzakonshme. Të gjithë ata njerëz që zgjedhin të investojnë me përkushtim në jetën e tyre shpirtërore, këta quhen me plot gojen individ të matur dhe të urtë, sepse ata kujdesen vazhdimisht të ndërtojnë të ardhmen e tyre mbi vlera qëndrueshme dhe parimet forta morale, të cilat Bibla i quan në mënyrë simbolike si një shkëmb të palëkundur dhe të patundur që i reziston çdo stuhie. Është si të kesh një spirancë për shpirtin, tha Pali kur u shkroi Hebrejve. Ky është një lloj njeriu. Por ka edhe nga ata që ndërtojnë mbi rër. Mbi një themel të brisht, ajo puna e të lësh jetën të kalojë, të shtyt gjithçka për më vonë. Zoti, e ardhmja e përket Zotit. Pra, Zoti thot se ai që është kujdesur të ndërtojë me themele shkëmbi, është një njeri i matur. Ai mendon për soktor, mendon për të nesërmen, mendon për çdo ditë sot, po mendon edhe për të ardhmen e tij. Dhe sigurisht kush nuk e bën këtë, kush nuk përpiqet të ketë një strukturë të mirë për familjen, marrëdhënien, burr grua, prindër fëmijë, fëmijë prindër familje, këtë thesar që është krijuar nga Zoti, që është vendosur nga Zoti. Pra, nëse ka një jetë me qartësi, ose e këtjellësi shpetërona, kryetari i familjes, nëna, babai, ata sjellin vlerat e Zotit brenda familjes së tyre. I edukojnë fëmijët me rregullat biblike, marrëdhënia mes palëve është gjithmonë me dashuri, me respekt, me dëshmi biblike. Pra, mbi shkëmb është themeli, ndërsa mbi rër është pamaturia, është marrëzia. Dhe unë po them që në fillim se një familje që nuk ka Zotin, nuk ka strukturë. Ajo është e ekspozuar ndaj asaj që Jezusi e tha shumë qartë,
sepse do të vi një ditë kur shiu bie, era vjen me forcë, lumenjt nderdhen. Dhe pastaj, atëherë bëhet dallimi mes dy shtëpive, mes të maturit dhe të pamaturit. Ai që ndërton mbi vlerat e përjetshme të fjalës të pagabueshme, që është Bibla, struktura biblike, ose ai person që të thjesht e lë jetën të rrjedh, shkon më tej, më falni për shprehjen akademike, Maria shkon me të tjerët. E shtyn jetën përpara, por vjen një ditë kur shiu vërtet bie. Era, shiu dhe lumi. Çfarë do të thotë kjo? Era, shiu, lumenj që derdhen. Janë vështirësitë, janë krizat, ndonjëherë janë problemet. Era që përplaset goditje fort. Pra, familja, lexo edhe ndërmarrjen, bizneset, sipërmarrjet, ku kryetari kryesor. Nga shtëpia, te burri i një kompanie, presidenti i saj, drejtori, shefi, ai që sjell parimet biblike, që praktikon Biblën e shenjtë. Kur bie shiu, kur vjen vështirësia, kur vijnë krizat, problemet, është pikërisht atëherë që shihet ndryshimi mes familjes, apo kompanisë, apo biznesit, çfarë do qoftë që ka vlerat përjetshme, ku personi thot, jo, por Bibla thot, Zoti thot, kështu duhet të veproj, ndryshe nga ai që nuk ka themele. Pra, ndaj, siko, shtëpia mbi skëmb, shtëpia që ka familjen, kompaninë, që ka vlera biblike, ajo është e pathyeshme. Shtëpia mbi skëmb, çfarë do ere që të vi me forcë, bie shiu, lumenjt derdhen, zjarri vjen, nuk e djeg, personi nuk mbytet, ai qëndron në këmbë. Shkëmbi e bën personin të qëndrojnë në këmbë, familjen të qëndrojnë në këmbë. Por shikoni zotërin, kjo është një realitet kaq i rëndësishëm sa sot ne shohim, për shembull, vlerat e martesës. 58% e çifteve që martohen përfundojnë në divorc. Unë nuk besoj se një burrë dhe një grua që kanë vlera biblike arrin deri në pikën e një ndarjeje, sepse kemi mospërputhje gjinore. Nuk e besoj. Kur dy persona kanë vlera biblike, ata e dinë që martesa është deri në vdekje. Por ne jetojmë në një shoqëri që nuk mbron vlerat biblike, vlerat e Zotit. Atëherë njerëzit martohen dhe ndonjëherë as nuk e dinë pse martohen. Nuk kanë ëndër, nuk kanë një qëllim, nuk kanë një objektiv. Është si personi që do të ndërmarrë diçka. Ka njerëz që ndërmarrin, por nuk janë të vendosur, nuk janë të qëndrueshëm, nuk janë drejt, kanë dy standarde, kanë dy masa. Pra, kjo është të ndërtosh një biznes mbi rër. Kjo është të ndërtosh një familje mbi rër. Të gjithë kanë vështirësi. Unë kam vështirësi edhe ju keni vështirësi. Dhe çfarë është ajo që na bën të arrijmë, siç thonë në gjuhën e shenjave, deri në ditën e sotme në këmbë? Është sepse vlerat e mia, marrëdhënia ime, mënyra ime e të qenit në jetë, ajo që i jep kuptim jetës sime, është e gjitha në Biblën e shenjtë, dhe nga Bibla kalon në zemrën time dhe nga zemra ime në praktik. Të gjithë do të kishin arsye për gjithçka, por kur ke frikë nga Zoti, kur e ke Biblën si rregull të jetës dhe të besimit, shtëpia jote është mbi shkëmb. Çfarëdo që të vi, çfarëdo që të ndodh, ti do të qëndrosh në këmbë. Duhet ta them këtë, sepse unë, si peshkop, si pastor, si apostull, bashkëjetoj me qindra e qindra njerëz. Kam bërë këshillime pastorale, ishte zyra e këshillimit, që fillonte në orën 9 të mëngjesit dhe mbaronte në orën 3 të mëngjesit. Shumë kohë të jetës sime kam qenë i përfshirë, drejt për drejt, afër, në luftra familjare, probleme, grindje, drogë, fëmijët, gruaja, do të ndahen, do të ikin, do të largohen, rrahin, dhunojnë. E njoh këtë si pjesë jetës së një pastori, që kujdeset për delet. Dhe unë gjithmonë kam qenë dëshmitar që çdo person që ka ditur të falë, çdo person që ka pranuar të heqë dorë nga diçka, ai ka qëndruar në këmbë.
Çdo person që ka qenë mendje madh, që ka qenë arrogancë, përfundoi duke shkatruar familjen. Pra, shtëpia mbi shkrëmb qëndron në këmbë, shtëpia mbi rër shembet. Tani, problemi nuk është vetëm shëmbja, që vetë do të ishte një problem shumë i madh, por Bibla thot se më pas kjo kthehet në shkatrim. Thuhet, ra shiu, u fryn lumenjt, fryn erat, goditën me forca të shtëpi dhe ajo u shemb, duke qenë shkatrimi i madh. A ke parë se njerëz sa çifte shkatrohen? E dini, ka një statistik paksa shqetësuese? 82% e burrave, kur gruaja e tyre diagnostikohet me një sëmundje si kanceri, për shembull i gjirit, 82% e burrave i braktisin gratë e tyre. Kjo është një shkatrim, sepse Bibla thotë që kur martohesh në shëndet e në sëmundje, në pasuri apo në varfëri, në gëzim apo në tristim. 82% e burrave shtator, 78% e grave, kur burri i tyre ka një sëmundje, një kancer, i braktisin familjet e tyre. Kjo ishte një familje pa Zotin. Ishin shtëpit ndërtuara mbi merë. Dhe pse këto statistika janë kaq tronditse? Kur futesh në rrjetet sociale, bëj kujdes, filtro atë që është e mirë dhe atë që nuk është. Por do të lexosh dhe do ta kuptosh vetë. Si ka mundësi që shoqëria jon është kaq larg këtyre vlerave të qëndrueshmërisë, të kuptimit të jetës? Zotri, ju mund të jeni një kryefamiljar, një zonjë shtëpie, një biznesmen i madh, një sipërmarrës i vogël, mund të jeni një sipërmarrës, një politikan, një person i lidhur me fushën juridike, një sportist, një muzikant. Mendo për këtë. Cila është vlera më e madhe e jetës? Pesari më i madh i jetës që Zoti të ka dhënë është familja jote. Mos e braktis kur familjen tënde për asgjë. Tani, nëse familja nuk ka Zotin, shtëpia jote është ndërtuar mbi rër. Duket e fortë në jashtë. Ndonjëherë sheh një çift duke qeshur, një biznesmen duke qeshur, një sipërmarrës duke qeshur, por nga brenda, nëse Jezu Krishti, aleluja, nuk bëhet fjalë për shkëmbin apo për atë ndjesinë e sigurisë, sepse thellë brenda vetes ti je shumë i brisht apo i pafuqishëm. Çdo stuhi, në çdo krizë, në çdo erë e kundërt, gjithçka e keqe. Rëzohet. Ne përjetuan këtë me pandeminë. Mira biznese u mbyllën. Mira kisha u mbyllën në mbar botën. Ne as nuk e dinin çfarë po përjetonim. Ishte një urdhër për të mbyllur gjithçka dhe për të qëndruar në shtëpi. U shkatrua, u qa, u thye, dështoi. Kush e përballoi goditjen e kësaj situate? Ata që kishin vlera shpirtërore. Ata që kishin vlerat krishtera e dinin herët avon se si Zoti shkon përpara, gjërat do të ndryshonin, do të transformoheshin dhe personi do të rikthehej të jetonte më të mirën e Zotit në këtë tokë. Ishin njerëz me besim, ishin sipërmarrës që thoshin, jo, Bibla thot, unë besoj, është e shkruar, nuk mund të dështoj, është e pagabueshme. Por, e di, shumë njerëz nuk dinin as të bashkjetonin në familje. Ky ishte një tjetër fenomen që ndodhi gjatë pandemisë. Dhe kur u detyruan të qëndronin brenda në shtëpi burr, grua dhe fëmijë, shumë njerëz nuk dinin si të bashkjetonin. Dhe kështu pati shumë divorce, shumë vetvrasje, shumë grindje. Njerëzit vunoheshin sepse nuk dinin të bashkjetonin. Edhe pse ishin burr, grua, baba e fëmijë, nuk dinin të jetonin në harmoni familjare. Familja duhet ta ketë Jezusin si themel, që të qëndrojë në këmbë përballë asaj që po ndodh sot në vendin ton, duhet të ketë një themel. Sepse, shiko, armiku mund të përpiqet kundër teje, kundër kompanisë tënde, kundër bizneseve tua, por ai nuk mund të rrëzojë. Lufta mund të vi, por struktura e shkëmbit qëndron, sepse Jezusi është një shkëmb i patundur. Ndoshta shtëpia jote?
Kush e di, po flas me dikë me shumë respekt. Ndoshta shtëpia jote është në prag të një kolapsi. Ndoshta i ke provuar të gjitha ilaçet, të gjitha barnat e mundshme, të imagjinueshme, Rivotril, këtë e atë. Ndoshta ke Parkinson, Alzheimer. Ndoshta është një divorc, drogat, ka pas një tradhti, një ngataes, fëmijë rebel, boshllëk i shpirt. Por sot, Zoti Jezus Krisht po të ferret që të rindërtosh shtëpinë tënde, ta vendosësh mbi shkëmb. Jezusi dëshiron të jetë themeli i familjes tënde, i biznesit tënd. Ai dëshiron të rikthejë dashurinë, ai dëshiron të sjellë paqen, bashkimin brenda shtëpisë, familjes, biznesit. Nuk jep se ta shohësh shtëpinë tënde të shembet deri në shkatrim. Eja në shtëpinë e Zotit. Eja ke Krishti është i gjallë, Zoti do bëj diçka të re, Zoti do të forcojë themelet e tua, të shtëpisë tënde, të biznesit tënd. Zoti do të tregojë se me të shtëpia jote, biznesi yt do të jetë një vend bekimesh dhe mrekullish, sepse ai është shkëmbi, mos harro. Familja pa Zotin është si një shtëpi mbi rër, pa strukturë, pa drejtim e pa mbrojtur ndaj gjithçkaje. Por familja me Jezusin është një shtëpi e fortë. Biznesi me Jezusin është një biznes i fortë, i bekuar, i mbrojtur nga Zoti. Ndoshta shtëpia jote po përballet me stuhi, por Zoti më solli sot këtu në këtë kanal televiziv për të thënë, ai mund të rindërtojë gjithçka, ai është shkëmbi, ai është siguria. Ka ardhur koha që ti të vendosësh familjen tënde, bizneset e tua, kompaninë tënde mbi shkëmbin, që është Krishti. Pra, nuk është vallxhorja, nuk është lexuesja e pëllëmbës. Nuk janë as kokrat, nuk janë as punët që bëhen sot me magji. Kjo vetëm të çojë edhe më shpejt drejt fundit të pusit. Është Jezu Krishti, atij qoftë lavdia, atij qoftë nderi, atij qoftë lavdërimi. Zot, që në këtë moment kjo shtëpi që po kalonte një stuhi të madhe, o Zot, ujërat qetësohen, erat pushohen. Sepse Jezusi hyri në varkën tënde, sepse paqja erdhi në zemrën tënde. Eja në kishën Krishti i gjallë, një kishë që jeton të vërtetën e Zotit, që predikon hirin e Zotit ton Jezu Krisht, që u jep njerëzve kuptim jetës. Faleminderit shumë për dashurinë, faleminderit për kujdesin, faleminderit për nderimin që tregove ndaj meje dhe ndaj veprës së Zopit duke më dëgjuar. Familja mbi shkëmb është familje fitimtare. Beso në këtë, të presim në shërbesat tona. Duhet të dëgjosh dhe të zbatosh fjalën e Zotit. Hir dhe paqe, hir dhe paqe.